Me një emocion të veçantë, aktori i njohur Bes Hallaku ka festuar 8 vjetorin e vajzës së tij Ajka, duke ndarë një urim prekës në rrjetet sociale. Ky moment i rëndësishëm për familjen Hallaku është shoqëruar me fjalë të ngrohta dhe një mesazh që thekson rëndësinë e vlerave në jetë. Babi ty të uron në jetë dëshirën për dije, dashuri dhe virtytje më të bukur që mund të ketë një njeri, mirënjohjen, qofsh e lumtur, shkroi Bes Hallaku duke shprehur ndjenjat e tij më të thella për vajzën e tij. Ky urim i veçantë vjen në një kohë kur Hallaku përveç karrierës së tij si artist, thekson rëndësinë të qenë një njeri i mirë. Ai ka bërë të qartë se vlerat njerëzore janë themeli i çdo suksesi dhe lumturie në jetë. Reagimet e ndjekësve në postimin e tij kanë qenë të shumta, me shumë komente që shprehen urimet dhe mbështetje për Voglushën dhe familjen e tij. Kjo tregon se dashuria për familjen është një temë universale që prek zemrat e të gjithëve. Ai ka festuar 8 vjetorin e lindjes dhe është një simbol i dashurisë dhe kujdesit që Bes Hallaku ka për të. Ai e inkurajon ato të ndjekë ëndrat e saj dhe të rriten me vlera të forta. Urimi i Bes Hallakut për vajzën e tij është një kujtesë e bukur për të gjithë ne se dashuria dhe mbështetja familjare janë çelësi i çdo suksesi. Kjo është një ditë e veçantë jo vetëm për Ajkën, por edhe për të gjithë ata që e duan dhe e mbështesin. Me këtë mesazh Bes Hallaku tregon se ndjenjat e tij për vajzën janë të thella dhe të sinqerta, duke bërë këtë urim një nga ato që do të mbetet në kujdesin e saj për shumë vite. Le të shpresojmë që Ajka të rritet e lumtur dhe e suksesshme, duke ndjekur këshillat e babait të saj dhe duke u bërë një njeri i mirë, ashtu siç e dëshiron ai. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.